Gjelalu, e të mërshme, sprova pa pajtim dhe. Edhe po t'i veshri, asni nuk pajtohet me sprovë. Sprovohet njëni me kancer, edhe njëva, i adolla. Mos si adolla. Pra po i adolla i herë, ja ke dalë për herë, ja ke dalë edhe vdekjes. Pra shifini se sa mendimi ke. Në vend se me shtëri duhet, me thëmë, falem nërës, elhamdulillah, o Zot, të ndihmova, që ja dolla, ti i bone shkaqet, e ti nuk pajtohet. Sa të bje gripë e vogël, ba. Po ke ishte ka lerë, sa e ke që ishte. Që ndonë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O njerëz, mos i shani orë të smunjes, sepse ata u ju shpërlajnë gjinofet. Ju heqin gjinofet orë të smunjes. Edhe pajtohu me ata që të ka caktu Zoti Gjelle Gjelaluhu. Për ndryshe, ka thonë Aliu, Allah e më shirot, kur e kam thënë, si të dallojmë sprovën e mirë edhe sprovën që është dënim prej Zotit. Allah e më shirov, ka qenë det i dituris, apo dera e dituris, edhe cili do të më thonë që lexon, shikon për Aliu, me të vërtet ka qenë det i gjallë, dituri i gjallë. Se, mori direkt prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe tha, nëse të bi një sprovë, dhe të afron tek Zoti, është hajër. Hajër. Mirësi për Allahut Gjelle Gjelaluhu. Nëse të bi një sprovë, dhe të largon nga Allahu, është dënim. Me dy fjallë. Me dy fjallë. Nëse sprovë dhe të afron tek Zoti, ju ka nëllë, për shembull, gjithve, sende, ndryshme, edhe të zvimon gjami. Sa po të nëllë e sprovë, dënim. Pre Allahu Gjelle Gjelaluhu. Nëse të vazhdon nuk e preshish, çfarë ka nëllë, prej Zotit më. Allahu ka sprovu. Po si do e vazhdojsh, që që të ka bo Allahu, vjen ato shok të shejtanit. E gjë që të ka bo Allahu. Po të donë të Allahu ty, po të pse shkon xhami, një njëri bën aksident, sa po del nga xhamia, për ditë xhumajnë. Nuk e mëti, po e la gjallë. Edhe ai vdik mas një javë, afërsisht, kaloi për kësaj jete. Të gjithë njerëzit po thonë që Allah e ka dënuar.